Dhe doktori tha, ato janë deklarata politike. Kupton? Pra, në finale, ne I kemi parë të gjitha. Kjo që shohim tani, me emrat e rinj që thot Ralfi, janë një pjesë e mirë, jo të gjithë, sepse ne njohim dhe nga dyja kampët, njerëz që janë njerëz me integritet, janë njerëz, po të marrë kot dy emra, vetëm për të mos, një e kemi këtu, po të marrë dhe dy për shembull, Ardit Bido edhe Besar Xhaferaj. Për shembull, për t'i bërë 3. Nuk po hyjte Vojo Kushi, sepse ajo është histori tjetër pastaj. Pra në finale, çfarë ndodhi, asgjë sendi fare. E vetmja gjë që pas ka ndodhur sot, është që kanë bërë sanduiç Redin, Agronin edhe Erald Kaprin, që janë 3 këta të zonjën Adriatiko Shabanit, dhe asgjë. Fillon një telenovele re, po e dobët, shumë e dobët. Do më thënë, aty po nuk është Rama o Denis, se ke vënë re? Mungon entuziasm. Ajo është jo pa I hedh vallën më burr. Ai s'ka për të ardhur më fare. Ai s'ka për të ardhur, dihet ajo. Ka dhënë Taulantin aty tani, I merr Taulanti kundërshkund, po patjetër, po e kupton Rama, kryevalltari mungon. Jo, po pyetje pse I ndryshoi 11 komisionet? Ore ka bërë mbledhje me të vetët dhe ka thënë si mund t'i rikonfigurojmë komisionet parlamentare që të ndajmë punët më mirë. Po pse duhet I bënë këto? Më falë se po... Qofse është çështje dëshire, tani... Kjo nuk është një gjë, më falo, Ralf. Rama e ka argumentuar me integrimin. Rama kam përshtypjen se ju ka thënë, duhet I rikapitulojmë këto grupe, këto komisione, sepse historia e atyre kapitujve që hapën, duhet jetë më e fragmentarizuar për qenë më qartë, ndoshta, dhe pastaj janë marrë tjerë njerëz me atë, nuk besoj se merë Okej, për ta mbyllur 2-3 veta. Po, Gjoni. Sa për sqarim. Duke qenë se kam qenë edhe antari I Komisionit Integrimit, kam qenë edhe zëvendës kryetari I Komisionit të jashtëm. Politika e jashtme ka rënë në peshë. Nuk ka më vlerën që ka pasur para 10 viteve. Sidomos në epokën e Trump 2-shit. Nuk ka më diplomacia atë vlerë që kishte 10-15 vjet më përpara. Dhe është e vërtet që në këto momente kur Shqipëria pretendon që të antarësohet së shpejti në Bashkimin Evropian, mazhoranca ka dëshirë ta ketë integrimin si pjesë të këtij komisioni dhe riorganizimi I komisioneve nuk ka asnjë lloj problemi. Është më se normale në punën e një parlamenti. Ky është riorganizim. Njerëzit nuk duhet çuditen nga riorganizimi I komisioneve. Komisionet kanë vlerë, sidomos komisioni I ligjeve. Komisioni I integrimit është më tepër noter, pra noterizon ato aktet. Aktet e qeverisë. Shikon a janë në përputhje me... Por komisioni I ligjeve është shumë I rëndësishëm nga gjithë komisionet. Është ajo që gatuan, është fura që gatuan. Kush është kryetar komisioni I ligjesh? Historikisht, po pra, e di, po kush ka qenë historikisht? Çfarë peshë ka ai? Ka peshën më të madhe, sepse atje gatuhet. Nëse një kryetar I komisionit ligjeve nuk dëshiron që një projekt ligj që mund të jetë edhe I sponsorizuar nesër pas nesër nga klanet fuqishme me interesat mëdha ekonomike apo politike, mund ta bllokojë këtë komision. E ka drejt? Ose patjetër vetëm një pyetje, mundet një kryetar ligjesh të dalë mbi kryeministrin? Ta gjënë si ministra po thotë. Tani ka patur raste në të kaluarën. Vetëm mbaj mendon Ngjela kundër Berishës. Këtë rast mbaj mend vetëm. Ka patur raste më beso. Ka patur raste në të kaluarën. Më beso për këtë që po them se po marr shkas edhe nga dekori I burgut. Nëse SPAK-u do të hapte hetime në të kaluarën për ish kryetar komisioni ligjesh, mund gjej shumë konflikte interesash për sa I përket disa ligjeve që kanë kaluar, që janë futur që pa u ndier fare dhe kanë kaluar në seancë, janë votuar dhe sot mund t'i kesh në shërbim të disa klaneve të mëdha. Po kjo është normale edhe në Amerikë, edhe në Angli edhe në Francë. Atje bëhet me lobing, bëhet në